Administratori i operatorit të sistemit të transmetimit Arben Ibroja i është kundërpërgjigjur akuzave të ngritura në të përditshmen kosovare Zëri, ku akuzohet kryeministri Berisha për bllokim të projektit për ndërtimin e linjës 400 kV të interkoneksionit që lidh Kosovën me Shqipërinë. Një ditë më parë, në një shkrim të botuar në këtë gazetë, thuhet se bllokimi i këtij projekti nga ana e kryeministrit Berisha i ka siguruar shtetit të Serbisë monopol në importin e energjisë në Kosovë, pasi për momentin Kosova të vetmen rrugë për import të energjisë ka fqinjin verior. Gjithashtu në këtë artikull citohet se biznesmeni serb Vuk Hamović, njëri nga njerëzit më të pasur në Ballkan i cili operon në këtë biznes, në bashkëpunim me Damir Fazlić janë takuar në Vjenë të Austrisë me djalin e kryeministrit Shkëlzem Berisha. Në letrën drejtuar pronarit të gazetës kosovare Zëri si dhe kryeredaktorit të kësaj të përditshmeje, zoti Ibroja sqaron se tenderi për linjen 400 kV Shqipëri-Kosovë është hapur më datë 8/3 të vitit 2011 për të ndjekur më pas të gjithë procesin ligjor të parashikuar në legjislacion dhe standardet e ofruara nga KFV. Ndaj zoti Ibroja hedh poshtë pretendimet e ngritura në gazetën kosovare se tenderi ka përfunduar në muajin mars. Po sipas administratorit të OST-s, në shqyrtimin e ofertave u pa se ishin paraqitur vetëm 2 kompani dhe jo 10 siç citon gazeta kosovare Zëri. Këto 2 kompani, thot ai në letrën drejtuar kësaj të përditshmeje, i plotësonin kushte teknike. Sipas tij bëhet fjalë për Dalekovod nga Kroacia me vlerë për pjesën shqiptare rreth 36 milion euro dhe për kompaninë tjetër Energoinvest nga Bosnjë-Hercegovina me vlerë për pjesën shqiptare rreth 27 milion euro. Zoti Ibroja në letrën drejtuar të përditshmes kosovare sqaron se bazuar në ligjin dhe rregullat shqiptare dhe ato ndërkombëtare, është e përcaktuar qartë se në asnjë mënyrë autoriteti kontraktues nuk mund të shpallë fitues një kompani e cila ka ofruar çmimin më të lartë, afro 8.6 milion euro më shumë. Ndaj nisur nga pretendimet e ngritura në artikullin e të përditshmes kosovare Zëri, i cili u pasqyrua edhe në shtypin shqiptar, OST përmes administratorit të saj hedh poshtë çdo presion dhe vë në dijeni se ato nuk kanë qenë të pakta për të shpallur fitues një kompani që në këtë rast kishte një çmim aq të lartë krahasuar me kompaninë tjetër. Në letrën drejtuar të përditshmes kosovare, administratori i OST-s thot se kush është implikuar me mafian, autoriteti ynë kontraktues që kërkon të mbrojë taksapaguesit shqiptar me një shumë prej 8.6 milion euro borxh publik, apo ata që kërkonin të ishin pjesë e këtij përfitimi. Ndaj dhe zoti Ibroja e cilëson shkrimin e botuar në gazetën Zëri, fund e kryet trillim dhe në interes të atyre që kishin parashikuar përfitimet e pamerituara në këtë aferë. Administratori i OST-s në letrën drejtuar të përditshmes kosovare thot se përgjigjja institucionale nuk do të ndikohet nga asnjë lloj presioni nga do që ai të vijë, ndërsa druan se shkrimi i botuar në gazetën Zëri është pjesë e këtij presioni dhe për këtë arsye i kërkon pronarit dhe kryeredaktorit të gazetës kosovare Zëri që të botojnë për gënjeshtrimin.